Përshëndetje, uroj të jeni sa më mirë. Po e bëj këtë video duke marrë shkas nga biseda që kisha me vajzën, ku po më tregonte në lidhje me ndodhit që kishin ndodhur në klasë midis mësuesit dhe nxënësve. Ku në këtë video dua t'i vë theksin pikërisht rëndësisë që ka biseda që ne zhvillojmë me fëmijën tanë. Sa e rëndësishme është që ne të jemi dëgjues aktiv dhe të zhvillojmë një bisedë produktive me fëmijën, për të kuptuar ndjesitë e fëmijës, për të kuptuar ndjenjat e fëmijës, për të kuptuar mendimet e fëmijës, mënyrën se si fëmia gjykon dhe i mendon gjërat. Vjen vajza nga shkolla dhe më thot: "Mami, e di çfarë ndodhi sot?" "Çfarë ndodhi?" I them. Një nxënës i hodhi fletorin mësuesit dhe mësuesi i mori fletorin dhe e goditi fort te koka nxënësit. Mësuesi tha: "Nuk duhet i godasin nxënësit." Dhe okay, thash, ti ke shumë të drejtë që mësuesi nuk ka të drejtë i godasë nxënësit dhe nuk duhet ta bëj këtë gjë. Por ti si mendon, çfarë mund të bënte mësuesi ndryshe në ato momente? Mësuesi tha në momentin që nxënësit nuk e dëgjojnë, nuk binden për ato që thot mësuesi, sepse realisht tha nuk binden, bëjnë shumë rrëmuj, bëjnë shumë shurëm dhe nuk e dëgjojnë fare mësuesin. Atëherë mësuesi ta duhet të shkojë tek drejtori dhe drejtori t'i largoj. Dhe i them: "Si t'i largoj? T'i largoj drejtori nga shkolla?" Po nëse drejtori tash i largon ato nga shkolla, atëherë i bie që këto nxënës, këto fëmijë të mos mësojnë asgjë. Pra, në vend që të përmirësohen, që të bëhen fëmijë që me sjellje më të mira, të fillojnë të dëgjojnë mësuesit dhe kështu me radhë. Pra, në momentin që drejtori tash do t'i largojë nga shkolla, atëherë këto nxënës nuk do kenë më mundësi që të përmirësohen dhe të bëhen fëmijë me sjellje më të mira. Jo tha t'i largoj fare nga shkolla, por që të shkojnë edhe një herë në kopësht. Të shkojnë në kopësht, të mësojnë se si të sillen, të mësojnë rregullat e shkollës, të mësojnë të bëjnë gjëra, të bëjnë aktivitete, atëherë të shkojnë në klasë të parë dhe kështu me radhë, sepse ato nuk dinë të bëjnë asgjë. Ato thjesht bëjnë shumë rrëmuj, bëjnë shumë shurëm, nuk dëgjojnë mësuesit dhe na pengojnë edhe ne të tjerë që të mësojnë. Kjo ishte arsyetimi i vajzës dhe realisht më pëlqeu mënyra se si e arsyetoi të gjithë situatën. Okej, thash, kjo është diçka që mund të bëhet, pra do ishte e mirë që të bëhej, por që pavarësisht ne dimë sa e vështirë është, qoftë edhe për drejtorin dhe për mësuesin, sepse është shumë e rëndësishme që dhe prindrit të bashkëpunojnë me mësuesit, me drejtorin për të bërë më të mirën për fëmijën. Po tha, kjo është e vërteta, sepse në fakt tha, pavarësisht se ne shikojmë se mësuesi i thret shpesh herë ta prindrit, dhe edhe ne kur dalim nga shkolla e shikojmë që janë prindrit aty dhe këto fëmijë nuk e dëgjojnë fare prindrit, madje ju bërtasin, ju ngre zërin, përdorin gjeste jo të hishme, tha që janë sharje, dhe edhe prindrit tha nuk kanë çfarë të bëjnë dhe ato e kanë shumë vështirë me fëmijën. Pra, po justifikonte në një farë mënyrë edhe prindrit. Por që i thash që për sjelljen që bën fëmia është gjithmonë përgjegjës është prindi, sepse ne prindrit jemi përgjegjës për ato çfarë bëjnë fëmijët, sepse fëmijët reflektojnë edukatën dhe mënyrën se si prindrit i edukojnë dhe i rrisin. Kështu që prandaj them që mami është e rëndësishme që fëmijët duhet të dëgjojnë gjithmonë prindrit, sepse prindrit janë të rritur, i mendojnë gjërat më mirë, i dinë gjërat më mirë, dhe fëmijët mësojnë nga prindrit. Prandaj është e rëndësishme që fëmijët të dëgjojnë gjithmonë fjalët e prindërve. Gjithashtu po më thonte sërish për të njëjtën ditë për një situatë tjetër ku më thotë që mësuesi tha ju tha fëmijëve me ngjyrë do merreni me kafshët e egra tani. Tha dhe mësuesi tha nuk duhet përdori ato fjalë me fëmijët. Ato nuk janë kafshë të egra, ato janë thjesht fëmijë. Po të shikoj fytyrën e vajzës time që ishte e vrarë, e vrendur, po shprehte atë ndjesinë, edhe thash po, ke të drejtë. Unë nuk dua të justifikoj tash mësuesin, sepse mësuesi kurrë nuk duhet godasë dhe kurrë nuk duhet përdori fjalë ofenduese dhe të bullëzojë fëmijët e tjerë, absolutisht, sepse nëse mësuesi e bën këtë, pastaj fillojnë dhe fëmijët e tjerë të bëjnë të njëjtën gjë me fëmijët që janë në ngjyrë.
pra t'i bullizojnë, t'i ofendojnë, t'i shajnë, sa do të pasjellshëm të jenë fëmijët e tjerë, ne nuk kemi kurse si të drejtë t'i ofendojmë dhe të bullizojmë. Nuk duhet kurse si ta lejojmë tjetrin që të na ofendojë ne dhe të na preki të drejtat tona, të na cënojë ne, por as ne nuk kemi absolutisht të drejtë të cënojmë, të ofendojmë apo të bullizojmë personin tjetër. Dhe e pyeta, nëse ti do të ishe në vendin e atij fëmijë, pra nëse mësuesi do të godiste ty me fletore në kokë, pra unë nuk e çoj ndërmend që ti të bësh një xhest të tillë pa që të marrë të hedhësh fletoren mësuesit, pra nuk e perceptoj këtë gjë që as ta mendoj dhe as nuk them që po sikur ta bëje ti, sepse jam e sigurt që ti nuk e bën këtë gjë, por në një moment caktuar thjesht mësuesi të gjuan, të godet në kokë, pra bëri të njëjtin xhest siç bëri me fëmijën. Si do ndiheshe ti dhe çfarë do bëje? Përgjigjja e vajzës ishte që do ndihesha shumë keq, normalisht nuk do ndihesha fare mirë, dhe do të them mësuese që kjo që bëre nuk është fare e drejtë. Dhe do vija tek ty dhe unë do të tregoj se çfarë kishte ndodhur. Okej. Jam shumë dakord me të gjithë gjën, mënyrën se si pra ti e mendon dhe se si e percepton, dhe gjëja më e rëndësishme që duhet t'i vendosësh theksin dhe duhet ta vësh tek veshje është që çfarë lloj gjëje që do ndodhi në shkollë, sidomos që ka lidhje me ty, pra që dikush të cënon, të ofendon, të godet, të ngacmon, gjëja e parë që duhet bësh është të vish tek mami. Pra nëse kjo gjëja vjen nga mësuesi, nëse kjo gjëja vjen nga një fëmijë tjetër ose nga një mësues tjetër, ti do drejtohesh së pari tek mësuesi jot kujdestar, dhe patjetër do vish tek mami, tek babi për treguar të çfarë ka ndodhur. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Po mirë thash, nëse ti do të ishe pjesë e grupit ku mësuesi do të përdorte ato fjalët që përdori për fëmijët, pra do t'ju emërtonte ju kafshë të egra. Si do ndiheshe dhe çfarë do bëje në këtë situatë? Normalisht nuk do ndihesha sërish mirë, sepse ne nuk jemi kafshë të egra, ne jemi thjesht fëmijë. Por ajo çfarë do bëja, do vija tek ti, të tregoja se çfarë ka ndodhur, sepse unë prindit nuk mund t'i them, mësuesit nuk mund t'i them asgjë se ai është më i rritur se unë dhe është mësuesi im dhe nuk mund t'i them diçka. Por do vi dhe do t'tregoj aty dhe babis se çfarë do kishte ndodhur. Dhe i them, okay, kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet të bësh. Pra përpos të tjera, mënyra se si ti reagon, duke respektuar qoftë edhe mësuesin, pavarësisht se ai mund të ketë gabuar me ju, por janë ca situata të cilat fëmijët, le të themi, nuk arrin dot t'i japin një zgjedhje, sepse janë fëmijë dhe nuk munden t'i zgjidhin, patjetër që pikërisht duhet vish tek mami, tek babi për treguar. Pse ndodh kjo, mami? I thash, kjo ndodh sepse ne prindrit jemi përgjegjës për fëmijët tanë. Ne prindrit mbajnë përgjegjësi, le të themi, për sjelljen e fëmijëve tanë, edhe kur ata sillen keq, por edhe kur dikush i cënon, ne shkojmë dhe bisedojmë me ta, sepse ne jemi më të rritur, dim t'i arsyetojmë gjërat dhe kuptohemi me mësuesin apo dhe me prindrit nëse ndodh një zënk midis fëmijëve. Pra është një gjë që nuk mund ta zgjidhin fëmijët, pra ju supozojmë që ti mund të debatosh, mund të grindesh, le të themi, të zihesh me një fëmijë tjetër për një arsye për një tjetër, gjë të cilën nuk e uroj, por mund të ndodhi patjetër për shkak të mendimeve të ndryshme që mund të keni, apo mund të vi dhe dikush tjetër që të ngacmoj ty apo të cënoj apo të ofendoj, dhe më pas ti normalisht do mbrosh veten jo duke ofenduar tjetrin në mënyrë të padiskutueshme, por duke i thënë atë çfarë ti mendon sa herë ndodhin situata, qoftë edhe me fëmijët e tjerë, qoftë edhe vajza ime në raport me tjetrin, apo qoftë diçka që ka ndodhur me fëmijët e tjerë dhe vajza ime nuk ka qenë pjesë e tyre, unë gjithmonë e krijoj situatën dhe e pyes vajzën nëse do të ishe ti, çfarë do bëje, çfarë do ndiheshe. E bëj këtë gjë që të bëj fëmijën tim të fillojë dhe të mendoj
për situata të cilat edhe nuk ka qenë vetë prezente. Pra të vej veten në vendin e tjetrit dhe të kuptoj ndjesitë e tjetrit, se si mund të jetë ndjer ai, dhe duke përjetuar ato ndjesi, si do të reagonte dhe çfarë do të bënte ajo. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse kështu ne prindërit kuptojmë ndjesitë e fëmijës, kuptojmë mendimet e fëmijës, mënyrën se si fëmia e mendon dhe mënyrën se si fëmia e gjykon një situatë caktuar. Dhe në momentin kur fëmia nuk ka një mendim ose një ide se si mund të kishte vepruar në situata caktuara, atëherë ne jemi këtu për t'i dhënë këshilla, sugjerime fëmijës se si mund të veprojë në situata caktuara, ose në momentin kur fëmia jep një mendim, dy mendime se si mund të vepronte në situata të tilla, dhe nëse ti e shikon që mënyra se si fëmia yt e gjykovi, pra që nuk është aq e drejtë, atëherë ti i arsyeton fëmijës, shiko, se në vend të kësaj ne mund të bëjmë këtë tjetrën. Për këtë arsye, nuk mund të bëjmë këtë që ti sapo the, për këtë arsye. Pra ti arsyeton mendimin e fëmijës pse nuk mund ta bëjmë këtë, nëse ka një mendim, le të themi, jo shumë të qartë ose një mendim që mund të bënte diçka që do e drejtonte drejt diçkaje që nuk ishte zgjidhje, dhe do t'i jepje këshillën tënde dhe arsyen pse duhet të bëhej kjo gjëja dhe pse nuk duhet të bëhej ajo. Pra në mënyrë që fëmia të fillojë dhe të kuptoj, të arsyetoj dhe të përgatitet për situata të cilat ndoshta deri tani nuk është hasur, por që do të haset më vonë, pra që mund të haset më vonë dhe deri diku pra të jenë biseda që të jenë konsumuar me prindin, në mënyrë që të jetë deri diku e para përgatitur për situatën që do t'i ndodhë. Unë këtë e bëj gjithmonë dhe besoni që është gjëja më e mirë që mund të bëj me fëmijët. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi dëgjues aktiv me fëmijën dhe të përfshihemi në biseda me fëmijën, në mënyrë që të krijojmë atë marrëdhënien e besimit që fëmia të vijë tek ne dhe të mos ketë frikë apo ndrojtje që ne do ta gjykojmë, ne do ta ndërshkojmë, ne do t'i bërtasim, pra nëse ka ndodhur diçka, nëse fëmia ka bërë diçka, por të vijë tek ne dhe çfarëdo lloj gjë që të ketë ndodhur, edhe nëse fëmia ka gabuar, ka bërë diçka të gabuar, të mos ketë frikë të vijë të na e tregojë që unë bëra këtë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme, të krijojmë një komunikim të shëndetshëm, produktiv me fëmijën, dhe këtë gjë mund ta bëjmë duke qenë një dëgjues aktiv me fëmijën, pra që të jemi aty me fëmijën, për fëmijën, kur ai vjen dhe të na tregojë edhe gjërat më elementare, gjëra që ne mund na duken totalisht të parëndësishme. Ne duhet ta dëgjojmë me një kurreshtje dhe një dëshirë shumë të madhe që fëmia ta ndjejë këtë gjë. Pra, e gjithë kjo marrëdhënie krijohet që në një moshë të hershme, kur fëmia fillon të tregojë edhe gjën më elementare që mund të ketë bërë, që për të është shumë e rëndësishme. Për shembull, vjen thotë, mami, shiko çfarë bëra unë, bëra një plastilinë. Shiko mami, e shtypa plastilinën. Për të, kjo është një gjë shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, dhe ne duhet i kushtojmë rëndësi kësaj gjë që fëmia na tha. Dhe duke filluar nga kjo gjëja që duket kaq e parëndësishme për ne, por që është shumë e rëndësishme për fëmijën, atëherë do fillohet të krijohet ajo marrëdhënia, ai komunikimi, kur fëmia të vijë dhe të tregojë çdo lloj gjëje që ka ndodhur. Sepse kështu ne dim çfarë ndodh me fëmijën, ne dim çfarë ndodh në klasë, ne dim çfarë ndodh me fëmijët e tjerë, se si sillet mësuesi me fëmijët tanë, dhe kështu ti para e përgatit fëmijën. Dhe në momentin që ne kemi krijuar këtë marrëdhënien, këtë komunikimin produktiv, të shëndetshëm dhe shumë të rëndësishëm, atëherë ne jemi më të qetë. Sepse ne e dim që fëmia çfarë lloj gjë që do t'i ndodhi, fëmia do vijë dhe do na tregojë. Pra edhe nëse fëmia do ofendohet, do bullizohet, do cënohet, do dhunohet nga të tjerët, do vijë tek ne dhe do t'na tregojë çfarë do lloj gjëje që t'i ketë ndodhur. Dhe për të bërë të gjithën këto, që ne të mbrojmë fëmijët tanë, ne duhet të dimë të jemi dëgjues aktiv, të flasim me fëmijët për gjërat më elementare dhe për gjërat që na duken të parëndësishme. Që tek gjërat që ne na duken të parëndësishme,
aty fillon çdo gjë. Pra, dhe të gjërat që ne na duken të parëndësishme, ne duhet t'u japim rëndësinë e duhur për ta dëgjuar fëmijën në mënyrë që të krijohet kjo marrëdhënie e shëndetshme. Kështu që për të mbrojtur fëmijët tanë dhe për të kuptuar fëmijët tanë, ne duhet të jemi dëgjues aktiv në çdo gjë që thot fëmia. Jo të bëjmë sikur e dëgjojmë. Ha mami, si kalove të shkolla? Mirë, mirë ke qenë mami. U knaqe? Mirë, mirë. Ju dha detyra mësuesi sot? Okej, mirë shpirt. Ikë vazhdo edhe do flasim pastaj. Mirë, okej. Dhe vazhdo. O mami, dhe vjen fëmia, shiko se një shoqë më tha kështu. Të tha. E çaj the ti? Shumë mirë ja bëre. Mirë, shumë mirë. Pse duhet thonte ty ajo? Shumë mirë ja bëre mami. Dhe vazhdon punën. Më besoni që nëse ne i dëgjojmë fëmijën në këtë lloj mënyre dhe nuk ulemi me fëmijën, duke e parë në sy, duke parë gjuhën e trupit që fëmia përdor kur flet me ne, nuk do jemi asgjë kundit. Kur ne të bisedojmë me fëmijën, duhet të lënë çdo gjë më një anë, të ulemi dhe të kushtojmë rëndësinë ndjesive të fëmijës, lumturisë që ka përjetuar, mërzitjes, çfarëdo lloj gjëje që ka përjetuar, të jemi aty për të, ta dëgjojmë me vëmendje, me admirim, sepse në momentin që ne ulemi përballë me fëmijës, fëmia patjetër pa diskutim që e ndjen e kupton këtë gjë kur ne e dëgjojmë me vëmendje dhe kur jo. Dhe gjithashtu në momentin që ne e dëgjojmë, shikojmë fëmijën në sy, përveç se shikojmë syt, gjuhën e trupit, pra përveç se ne kuptojmë atë çfarë thot, ne gjithashtu kuptojmë dhe gjuhën e trupit. Pra ne kuptojmë kur fëmia mund të na gënjejë, kur fëmia mund të mundohet të menaxhojë pra situatën, për të mos na treguar të gjitha detajet. Është shumë e rëndësishme mënyra se si komunikojmë me fëmijën. Kështu që duhet të jemi dëgjues aktiv, të ulemi përballë me fëmijën, të kushtojmë rëndësi në çdo detaj që fëmia thot, mimikës së fytyrës, syve të fëmijës, gjuhën e trupit të fëmijës, atëherë ne kemi dëgjuar fëmijën dhe e kemi kuptuar në mënyrën siç duhet. Kështu që ju lutem prindër, uluni dhe bisedoni me fëmijën. Pyeteni fëmijën si kaloi në shkollë. Por futuni me detaje, mos qëndroni vetëm tek pyetja si kalove sot në shkollë. Dhe kaq. Por pyeteni çfarë përjetove sot? Çfarë momente të gëzueshme përjetove sot? Kishte një moment që nuk u ndjeve mirë? Si shkoi loja me shoqet? Çfarë loje luajtët? Kush fitoi? Si u ndjeve? U ngritët sot në mësim? U përgjigje sot në mësim? Kishte ndonjë gjë që nuk u përgjigje? Një gjë që nuk e kuptove? Pyete mësuesin. Si veprove? Pyeteni me detaje, jo thjesht si kalove sot, si ishte shkolla sot, si shkoi dita sot. Edhe kaq u mbyll biseda. Jo, futuni në detaje, sepse mund të ndodhi që në një moment që ti thjesht e pyet fëmijën si kalove sot mami të shkolla. Dhe thot mirë, shumë mirë, edhe kaq aty mbyllet biseda. Por në momentin që ti i futesh në brendësi, me kërë shoqe luajte më shumë sot, çfarë loje bëre me shoqet? Të pëlqeu loja, u kënaqe, vrapove shumë. Pra, të përfshihesh në emocionin e fëmijës dhe pastaj nëse aty ka ndodhur diçka, po, luajtëm këtë lojën dhe shoqja u rrësua, ndodhi kjo, erdhi mësuesi, i futet pastaj më në brendësi asaj gjës. Por që ne duhet ta ngacmojmë, sepse mund të jetë një moment që fëmia thjesht edhe nuk i kushton rëndësi, thjesht një pyetje përgjithshme si kalove sot, mirë, sepse e përgjithshmja ishte mirë, por ti kur futesh dhe pyet në detaje, atëherë fillon fëmijës dhe ngacmon edhe kujtesën e fëmijës, mendimet dhe fillon dhe i kujton dhe ulet dhe bisedon dhe shikon ndodhi kjo, nga kjo fillon tjetra dhe kështu ti kupton gjithçka, çfarë ka ndodhur me fëmijën tënd. Çfarë ka përjetuar, si është ndjer dhe kështu me radhë. Kështu që prindër të dashur, uluni, bisedoni me fëmijët, njihni më mirë fëmijët tuaj, ndjesitë e fëmijët, mendimet e fëmijët, mënyrën se si fëmia gjykon, sepse është gjëja më e mirë që mund të bëjmë për fëmijët. Edhe pse zhvillon këto biseda, nuk do të thotë që ne fëmijën do të e njohim 100%, sepse edhe ne veten tonë nuk e njohim 100%, edhe ne veten tonë e themi nuk besojmë 100%, sepse mund të ndodhemi edhe ne në një situatë që nuk e kemi hasur më parë dhe mund të reagojmë në një mënyrë që ndoshta nuk e kemi menduar që mund të reagonim, sepse është një gjë e pahasur më përpara. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me fëmijët. Ti beson që fëmia yt është fëmia më i sjellshëm, më miqësori, që nuk mund të ofendojë dikë, nuk mund të bëjë kurrë etj. Por gjithmonë do ketë një dyshim që shiko se mund të ndodhë edhe kjo, pavarësisht se unë e njoh fëmijën tim, ti e njeh fëmijën tënd.
dhe unë e njoh fëmijën tim në situata të caktuara se si ndodh etj etj. Por janë rrethana, shoqëria, diçka që mund të ndikojë dhe mund të devijoj të bëj diçka ndoshta që ti nuk e mendoje, nuk e çoje përmend që fëmia do ta bënte. Por prandaj duhen këto biseda, që ti të jesh në brendësi të fëmijës, në brendësi të ndjenjave të fëmijës, mënyra si ndjen, si përjeton gjërat e kështu me radhë. Por kjo gjëja mund të bëhet vetëm nëse ne ulemi dhe bisedojmë me fëmijën dhe i kushtojmë rëndësinë dhe kohën e duhur fëmijës gjatë bisedës që ne zhvillojmë me ta. Kështu që uluni me fëmijën, bisedoni dhe njihni fëmijët tuaj. Sepse nëse nuk ulem bisedojmë me fëmijët, atëherë çfarë mund të pres nga mësuesi, nga shoqëria, nga tjetri, kur ne nuk po e bëjmë këtë gjë me fëmijën tanë. Kështu që faleminderit që më dëgjuat deri tani. Shpresoj që kjo video t'ju vlej, të jetë sa më e kuptueshme dhe të kem arritur të kem përcjell një mesazh tek ju. Sepse ky është qëllimi i çdo videove të mia. Të përcjell mesazhe, t'ju jap këshilla, sugjerime, duke u bazuar në eksperjencat e mia personale me fëmijët e mi, në eksperjencat e mia personale në punë me fëmijët dhe në dijen time, në njohuritë e mia, në informacionet që un kam. Kështu që ju falenderoj që më ndoqët deri tani, që e pat videon deri në këto momente. Kështu që nëse do më bëni një like, një share, një koment, do të ketë shumë vlerë për mua, sepse kështu kjo video shkon edhe tek persona të tjerë që ndoshta e kanë të nevojshme ta dëgjojnë këtë video. Sepse pyetjet tuaja, komentet tuaja janë ato që ne na motivojnë që të bëjmë sërish video të tjera dhe me tematika të ndryshme. Kështu që faleminderit shumë që më dëgjuat deri tani. Ju përshëndes, ju uroj gjithë të mbirat.